أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Allahun e madhëruar e falenderojmë, pejgamberit alayhi salatu wassalam, salatat dhe selama i dërgojmë. Nderuam vëllezër dhe motra, Allah i madhreshëm thot në Kur'an: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Me të vërtetë feja e vetme të cilën Allahu u ka drejtuar njerëzimit është feja islame. Pra feja islame është feja e vetme e cila i jep njeriu sigurinë në këtë botë, mirë po do të jep siguri atij dhe lumturi edhe në botën tjetër. E që i bie se ata të cilët nuk janë pjesëtar të kësaj feje, përveç që do të kenë ngushtim gjoksi mos rahati në këtë botë, do të kenë edhe mos siguri në varr edhe në botën tjetër. Prandaj me qenë se është kështu, pra se feja islame është kushti themelor i cili ta siguron xhenetin në botën tjetër, ruajtja jo ndaj kësaj feje duhet të jetë më e madhe se sa ruajtja e jetëve tona dhe e familjeve tona. Pra, xhelozia që duhet ta kemi ne si besimtar ndaj fesë duhet të jetë më e madhe se sa xhelozia ndaj antarëve të familjes tonë e atyre njerëzve të cilët i dojmë në këtë botë. Mirë po fatkeqësisht në rrafshin praktik e shohim se ne si besimtar kemi mangësi në këtë pikë. Ne shpeshherë ndodh që në ato ndeja që qëndrojmë me shok e me dashamir, ndodh që të bëhet hajgare me fen, të bëhet hajgare me Zotin, të bëhet hajgare me pejgamberin alayhi salatu wasalam, të thuhen fjalë të cilat i nënvlerësojnë dispozitave fetare dhe ne që vazhdojmë të qëndrojmë në atë vend, vazhdojmë të mos reagojmë ndaj fjalëve të tyre, e ndoshta fatkeqësia më e madhe mund të jetë që i bashkangjitemi në çështje. Mirë po ta kemi parasysh në një pikë. Sepse ne që pretendojmë se jemi duke e dashur Allahun, jemi duke e dashur pejgamberin, jemi duke i respektuar dispozitat fetare, në qoftë se qëndrojmë në atë vend ku tallet me fen, pra zemra jon i bën ball talljeve, fyrjeve, fjalëve nëpërkëmbëse që bën ndaj Zotit, ndaj fesë së tij, le ta dimë se në zemrat tona nuk ka iman. Le ta dimë se jemi duke e mashtruar veten tonë se ne e duam Allahun, se ne e duam pejgamberin, se ne e respektojmë fen. Nga se në atë zemër ku nuk ka madhërim, në atë zemër ka nënvlerësim. Pra, nënvlerësimi dhe madhërimi nuk mund të gjendet në një zemër. Pra, të qëndrojnë bashkë. Prandaj, cilësia në përkëmbjes e fjalëve të ulta që thuan në raport me Zotin e talljes janë cilësi e pabesimtarëve, janë cilësi e njerëzve të ulët. Allah i madhreshëm thot: "Ya hasratan 'ala al-ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un." Mirë për njerëzit, të cilët nuk ndodhte që t'i vinin pejgamber përveç se u talleshin me ta, përveç se i nënvlerësonin ata. Pra më ky madhërim që duhet të jetë në zemrat tona si besimtar, gjendet tek gjërat e ngurta. Pra Allah i madhreshëm ka thënë: "Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada." Pra më qiejt dojnë mu coptu. Toka do mu qa. Kodra dojnë mu bë thërmi. Për çfarë arsye? Vetëm kur e ndëgjojnë se njerëzit të krishterët thonë se Allahu ka djalë, Allah ka birë. Vetëm për shkak të kësaj fjale, do thot ato nuk mundën me përballu këtë fjalë që e thojnë njerëzit, edhe dojnë mu coptu nga do thot nga xhelozia, nga respektimi, nga madhrimi që kanë ndaj Allah subhanahu wa taala. Allah thot në surën Al-Hashr: "Law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Pra, po ta zbretnin Kur'anin ndonjë kodre, do ta shehsh ata të përulur nga frika dhe madhërimi Allah subhanahu wa taala. Pra më gjë e ngurt, mirë po madhërimi nivelin më të lartë ndaj Allah subhanahu wa taala. Ndërsa ne që pretendojmë se jemi besimtar, e pretendojmë se e duam Allahun, e duam pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe kemi xhelozi se gjaja më e rëndësishme në jetën tonë është feja, ne pranojmë të qëndrojmë në atë vend ku tallet feja, bëhet hajgare në përkëmbët. Pra, mos ta mashtrojmë veten tonë, belin insanu ala nafsihi basira. Njeriu më së miri e din se kush është ai në realitet. Pra mos më trego mua se sa e don Allahun, sa e respekton. Veprat tua le të flasin se sa ki xhelozi ndaj Allah subhanahu wa taala. Prandaj cilësia e njerëzve të ulët, e njerëzve të poshtër është se ata tallen me Allahun, tallen me dispozitat e tij, tallen me pejgamberët e tij. Ndërsa cilësi e njerëzve të mirë, e njerëzve besimtar të ndershëm e të devotshëm është se ata e kanë madhërimin ndaj Zotit, ndaj pejgamberit, ndaj dispozitave të tij në nivelin më të lartë. Pra ata e duan Allahun dhe pejgamberin më shumë se sa që e duan
do thotë veten dhe familjet e tyre. Ashtu siç nuk pranojnë që të tallen me anëtarët e familjes së tyre, çashtu nuk pranojnë që të tallet edhe me Allahun subhanahu wa taala. Pra cili prej neve pranon që në sy ton dikush të tallet me ndonjë anëtar të familjes që ne e duam shumë? Pra cili pranon që dikush të tallet me nënat tona? Pra askush nuk pranon. E qysh pra kemi ftyrë që të pranojmë që dikush të tallet me Allahun në sy ton? E fatkeqësisht ndoshta edhe ne që falemi e agjerojmë, bëhemi hisetar në këtë tallje duke qeshur, e ndoshta edhe vet duke treguar hajgare, fore e kështu me radhë, të cilat shprehin në vlerësim ndaj fesë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj me neve do thotë është sot një shkatrues tjetër që konsiderohet prej dyrëve më të gjera që e shkatrojnë fenë islame, e që është tallja me dispozitat fetare. Pra, kjo tallja e përfshin çdo fjalë, çdo veprim e cila e ul vlerën e fesë islame, e ul vlerën e Allahut, e ul vlerën e pejgamberit alayhis salam, me pak fjalë çdo sen çka shpreh për ulje, çka shpreh në vlerësim të Allahut, të dispozitave fetare dhe të pejgamberëve, kjo e nxjerr njeriu nga feja fatkeqësisht. Pra, për këtë arsye ne për mos zgjat shumë në këtë temë, vetëm do ta tregojmë një ajet kuranor dhe një hadith të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mirë, po para kësaj ta tregojmë se si ka qenë do thotë madhërimi i Allahut dhe i fesë në zemrat e tyre. Tek selefi. Pra tek pejgamberi alayhis salam e kemi të qartë se pejgamberi kur kanë dëgjuar fjalë të cilat ndoshta bien ndesh me tauhidin, është vërejtur, do thonë ndryshimi i ftyrës tek ai. Mirë, po ta shohim tek selefi si ka qenë, do thotë kjo gjendje, kur dikush e ka në përkëmb ndonjë dispozit për dispozitave fetare. Tregon Abdullah që ka qenë djali i Imam Ahmedit. Thotë kam qenë duke ecur me babën tim, me Imam Ahmedin, dhe rrugës e kanë dëgjuar një person duke e citu hadithin ku pejgamberi alayhis salatu wasalam ka treguar se Allahu zbret në qiellin e dunjas në pjesën 3 të natës. Dhe ai ka filluar duke filozofuar dhe duke folur rreth këtij hadithi se çysh zbrete, pse zbrete, me pak fjalë ka filluar ta diskutoj këtë hadith dhe ta elaboroj në një formë që nuk ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, sahabëve dhe njerëzve të devotshëm. Imam Abdullah thotë, djali Imam Ahmedit, thot e kam pasur dorën e babës tim në dorën time. Thot ka filluar me shtrëngu dorën time prej nervozës, saqë i kanë dalur edhe djerës prej ballit të tij dhe prej fytyrës tij. Pra prej sikletit të madh, kur e kanë dëgjuar dikën duke e sqaruar dhe duke e në përkëmb hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Thot dhe ju ka drejtuar me këtë fjalë, o filan, ittaqillah, tutja Allahut. Qysh po ta zë goja me fol fjalë të cilat nuk i ka fol pejgamberi alayhis salatu wasalam. Për kanë të folti? Pra duke fol për Allahun, atë ka tregu pejgamberi alayhis salatu wasalam se Allahu zbret, po kush je ti me diskutu këtë gjë? Pra kush je ti me sjell dyshime, me filozofu për hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, të cilën pejgamberi është mjaftuar me tregu dhe nuk ka sqaruar më shumë. Prandaj ka thonë, ne e besojmë atë që pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka thonë, mirë po nuk filozofojmë, duke e elaboruar në një mënyrë që nuk ka qenë e njohur tek sahabët. Po dua të them, vetëm këtë hadith, që ndoshta shumë dietar pastaj e kanë komentuar në këtë formë, sikurse që ka komentuar ky personi, vetëm se e kanë dëgjuar këtë komentim, shikoj çfarë reagimi ka pas. Po si do të ishte reagimi i Imam Ahmedit kur do ndëgjonte fjalë të cilat sot fatkeqësisht thënë musliman për Allahun, për fenë e tij dhe për dispozitat të cilat Allahu na ka sjellur neve. Prandaj nderuam vëllezër, në kohën transmeton Abdullah ibn Umeri, thotë se në luftën e Tebukut, njëri prej të pranishve i ka thonë këto 3 fjalë. E që këto 3 fjalë janë bërë sebeb që Allahu me zbrit ajete kuranore. Ka thonë ky person, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula, arghaba buthunan wala akdhab alsunan wala ajmana 'inda al-liqa. Nuk kemi parë njerëz më barkëmdhej, më frikaca kur takohen me armiqt dhe më gënjeshtar në gjuhët e tyre sesa këta, duke aludu në sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe të dërguarin e Zotit. Prandaj, po thot nuk kemi pa njerëz më barkëmdhej, do thot që e kanë qef shumë ushqimin,
e që flasin gënjeshtra, kur flasin gënjejnë, dhe që kur takuan me armikun, janë frikacak. Pra, të tri fjalët janë, do thonë, bie ndesh me realitetin që ka qenë. Mirë po këtë fjalë e ka thonë, duke shpreh në vlerësim ndaj sahabëve dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Auf ibn Malik që ka qenë në këtë vend, u ngrit dhe ka thonë vallahi duke gënjy dhe ti e prej munafikëve, dhe ka thonë se tash do të shkoj te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe do ta lajmëroj për këtë fjalë çka i ke thonë. Ky pastaj niset me shku te pejgamberi alayhi salatu wasalam, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se i kishte zbritur shpallja. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kur shkoi ky person tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe pejgamberi ishte i hipur në deve dhe ky e kapi kapistrën e devës që ishte i lidhur me ta, dhe duke ndjekur pejgamberin alayhi salatu wasalam i thonë: "O i dërguar i Zotit, këtë fjalë i kam thonë vetëm sa për ta larguar lodhjen që kemi pas në rrugtim, nga se kanë qenë luftë. Pra gjatë rrugtimit, për me largu lodhjen, nevojitën disa fjalë, disa hajgare. Thot këtë i kam thonë vetëm sa për hajgare." Pejgamberi alayhi salatu wasalam, çka po i thot? Vetëm po ja përsërit shprehjen qysh, a me Allahun, a me pejgamberin e tij, a me ajetet e tij po bani hajgare? Mos u arsyetoni. Keni dalë prej fesë pasi që keni besu. Pra tregon transmetuesi hadithit, thot komt e tij, vetëm eth në përgur, u rrokshin në përgur, ndoshta edhe u gjakoshin, ky i kapur mbi kapistrën e devës duke kërku falje dhe arsyetim ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam për këtë fjalë që i ka thonë. Nëse ne analizojmë shikim parë, nuk duken fjalë të rënda. I ka thonë barkëndaj, e kanë marrë kushimin, gënjejnë edhe janë frikacak. Pra në raport me fjalë që i ndëgjojmë sot nga musliman, fatkeqësisht, këto nuk janë kur gjë. Mirë po shiko, Allahu ka zbrit ajete kuranore dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam as nuk pishikon në si duke thënë që mos kërkoni arsyetim, keni dalë prej fesë pasi që keni besu. Prandaj në rrugëllazën, në këtë hadith nevojitën disa dobi mund të nxjerrim. Pra të shikojmë këtë dobi, të analizojmë edhe t'i marrim afër zemrës tonë. E para, sido që të bëhet tallja, sido që të bëhet hajgarja në raport me fen, ajo është e rënë. Pra çdo sen që ka shpreh në vlerësim të Zotit, të pejgamberit, të fesë, e nxjerr njeriu nga feja. E nxjerr njeriu nga feja. E dyta, ky hadith dhe ky ajet janë replikë ndaj atyre të cilët thonë se fjala e thënë nuk e nxjerr njeriu nga feja pa e besuar edhe me zemër. Pra pa e bërë edhe me zemër. Hajgarja, edhe nëse nuk bëhet me zemër, e nxjerr njeriu nga feja. Që do të thotë, në qoftë se ti e din se hajgara është ndaluar, edhe nuk e ki për një men qatë hajgare, po vetëm sa për mishti njerëzit me kesh, e nxjerr njeriu nga feja, nuk do të thotë që ta pranosh, më ta legjitimosh hajgaren për me dalë prej fesë, ja. Momentin që ti ban hajgare, vetëm bërje hajgare si veprim, e nxjerr njeriu nga feja. Pa marrë parasysh ti e ke bë këta me zemër, apo nuk e ke bë me zemër, apo e ke bë vetëm sa për me bë hajgare, e nxjerr njeriu nga feja. Tjetra, nderuar vëllezër, në këtë mexhlis, Auf ibn Malik më njëherë ka reagu. Kur e ka ndëgju këtë person duke fol keq për sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe për pejgamberin, nga se kjo ka aluduar në pejgamberin alayhi salatu wasalam, më njëherë është ngrit dhe ka reagu. Kështu duhet të jetë edhe qëndrimi jonë. Pra kur ndëgjojmë se dikush tallet e nënvlerëson fen, duhet të reagojmë, por ndryshe nuk ban me qëndru në atë vend. Allah i madhreshëm ka thonë: "Wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri." Në qoftë se ndëgjoni se si po tallen e po mohohen ajetet e Zotit, mos qëndroni në atë vend. Pra nëse jeni në një vend ku tallen, përqeshet, mohohen ajetet e Zotit, mos qëndroni në atë vend. Derisa të ndrojnë tim, derisa të fillojnë të flasin për diçka tjetër. Po çka ndodh nëse qëndrojmë në atë vend? Allah thot: "Innakum idhan mithluhum, innakum idhan mithluhum. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." E nëse qëndroni në atë vend,
e nëse nuk reagoni, e nëse qeshni me ta, atëherë dini se ju jeni sikur se ta. Dhe Allah do t'ju të bëjë të gjithë në një vend në xhenem. Pra këta nga e morrim. Shiko, vetëm një person i ka fol këtë fjalë, ka thonë, nuk kemi pa njerëz më barkëmdhej, e morën acak, e më frikacak se sa sahabët. Vetëm njëri ka fol. Po pse Allah i madhreshëm po thot wa idha sa'altahum, kur ti pyet ata, ai një ka fol. Allah po thot shumës, në qoftë se i pyet ata, thonë kemi qenë duke bën hajgare. Atë një ka fol. Mirë, po Allah i ka përfshi edhe ata të tjerë të cilët kanë qesh e nuk ka reagu. Do thot kanë qesh, janë bërë pash pjesëmarrës në hajgaren e tina. Prandaj, qeshja me tallet e Zotit, qeshja me ata të cilët bajnë hajgare dhe tallen me ajet e Zotit, të bën të barabart në dispozit, të bën të barabart në gjëna me ata. Prandaj, do ta kuptojmë këtë gjë. Në qoftë se nuk ka xhelozi, nuk ka madhërim në zemrat tona, në qoftë se zemra jon pranon t'i bëj ballë tallive të Zotit, duhet t'i bim mas zemrave tona, t'i rregullojmë ata, t'i pastrojmë para se dalim para Allah subhanahu wa taala. Nga se ka dyshim në imanin ton, ka dyshim në besimin ton, nga se nuk ka mundësi një zemër që ka besim të mos reagoj ndaj fjalëve të cilat e nënvlerësojnë Zotin. Prandaj për fund, ndërrum vllazën, stop, ndaluni, mos bani hajgare me fenë e Zotit. Ruhuni prej fjalëve të cilat shprehin nënvlerësim ndaj ajeteve, ndaj pejgamberit, ndaj Allah dhe ndaj dispozitave të tyre. Ka se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë në hadith në cilën transmeton Buhariu nga Abu Huraira, ndodh që njeriu ta thot një fjalë e cila e hidhron Zotin duke mos javnu shumë veshën, mirë po çika fjalë bëhet sebeb që me fut ata në xhenem. Andaj lutem Allahun e madhreshëm të na falë, të na mëshiron. Lutem Allahun e madhreshëm që të sëmurët tonë Allahu të shëroj, të vdekurit tonë Allahu të mëshiroj. Alhamdulillahi rabbil alamin.